E qëllova me thik, vlla i vrau motrën dhe më pas telefonoi nënën për t'i treguar trupin e pajet. Ngjarja tronditse u regjistrua në Napoli, ku 25 vjeçari telefonoi numrin 112 për të rrëfyer se kishte vrarë me thik motrën e tij. Mediat e huaja shkruajtën se kur karabinierët mbërritën në banesë, e gjetën të pajet 23 vjeçaren Naomi Riccardi, ndërsa vllai i saj Vincenzo Riccardi pranoi menjëherë autorsinë e sulmit, duke deklaruar se kishte vepruar në një gjendje çmendurie. Sipas hetuesve, menjëherë pas krimit ai ka bërë edhe një video telefonat me nënën e tij, duke i treguar trupin e pajet vajzës. Karabinierët e stacionit të Nolas arrestuan 25 vjeçarin në vendin e ngjarjes, ndërsa prokuroria hapi hetim për të zbuluar motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje. Burimet hetimore bëjnë të ditur se Vincenzo, ashtu edhe motra e tij Naomi, trajtoheshin në një qendër të shëndetit mendor në Nola. Hetimet po fokusohen tani në historikun e tyre mjekësor dhe në dinamikën familjare që mund të ketë çuar në krimin e rënd. Telefonata alarmuese erdhi nga vetë autori i dyshuar, i cili njoftoi se kishte therrur motrën me thik. Forcat e rendit e gjetën ende brenda banesës në gjendje të rëndë. Agitacioni pa tentuar të largohej. Mjekët e urgjencës mundën vetëm të konfirmonin vdekjen e të rest. Sipas vlerësimeve paraprake, Naomi është goditur me thik të paktën 6 herë. Arma e krimit, një thik kuzhine, u sekuestrua në vendngjarje. Në momentin e sulmit, nëna e tyre nuk ndodhej në shtëpi. Isha i acaruar, nuk mund ta duroja më, mësohet, duke thënë Vincenzo oficerëve, ndërsa versioni i tij po verifikohet në detaje. Naomi Riccardi, 23 vjeç, jetonte me nënën dhe vllain e saj në të njëjtin apartament. Vincenzo, 25 vjeç, nuk rezulton të ketë pasur më parë precedent për dhunë në familje. Prokuroria po punon për të rindërtuar të shkuarën familjare dhe çdo element që mund të ndihmojë në zbardhjen e plotë të motivit.